Në rast se jena në këtë situatë, unë nuk pres një hap konkret nga kryetari i vetëvendosjes, për shkak se nuk e kemi pa prej shkurtit e tutje, kemi pa përveç arrogancës që përmena, kemi pa një qëndrim ofendus ndaj opozitës, të fillu mas ne edhe procedurat cilat i ka njek vazhdimisht, 53 herë ka nominu Alberina Hagjiun për kryetarët kuvendit. Megjithatë, unë këtë nuk dakordoha me opozitën, e cila nuk do duhet me i vënu kusht partisë fituse me qenë sa asaj i takon me emru kryetarën e kuvendit, si shdash me qenë blokat, bile këtu unë them që edhe ligjërisht me u regullu që me që i takon partisë parë me emru, mos me u zgjedh, për shkak se rrjedhimisht i bjen që pse duhet me të vyti vota opozitës në rast se ti e ki të drejtën ligjore me emru kryetarin e kuvendit. Megjithatë, insistimi 53 herë që me vazhdu me emru të njëjtin emër, do thotë unë po shkoj drejt blokadës. Dhe çka ndodhi për gjatë këtyre muajve? Hupi shpresa. Edhe qysh me kthy shpresën,